ne duhet me allon një femnes. Kone shef finalist, në Big, edhe kone shef fitus. Finalist, sa emra dhe duhet me të përmen? Si finalist? 5 emra. 5 emra. Klodi, Lundrimi, Eliona, fatkeqësisht Alba, edhe Limi. 5 emra. Kurse përsa për këtë fitusit, kam 2 teori. Teoria parë. Shiko, unë do të flasë si me kënë produksion ose si me kënë i fjetë teori conspiracy, se unë i besoj pak këto gjanat. Unë besoj shumë që si mjetë Big Brother duhet me e fitu i famën. Nuk ka çështja a meriton ose meriton e famën. Ndoshta nuk e meriton e famën. Ndoshta nuk e meriton e famën. Por duhet me e fitu i famën sepse e njëjta gjë që ka ndodhur para 2 vjetëve me Big Brother në Shqipëri. Si unë nuk jam dakord se e fitoi Egla, unë besoj se e meritoi te Juldeta, por Juldeta u bë kurban sepse vetë produksioni u duhet me allon një famnes që me të regu se në Big Brother edhe në qësi e famen fiton, sepse çdo vit të fitu një mashkull, vjene jepet një mesazh sikur famnet nuk e fitojnë. Auden. Edhe besoj se edhe Big Brother i Kosovës ka ardhur në atë pikë që si mjet ne duhet me allon një famnes. Jo sepse edhe pse se meriton sipas teje. Edhe pse se meriton. Kjo është conspiracy theory. Edhe pse se meriton ose nuk edhe pse se meriton, po duhet me allon një femnes për me bë pak barazi gjinore, pak sepse ka ardhur 2026 mashkull femën do të me kenë të barabartë, por si ke me kenë të barabartë nëse çdo Big Brother fiton mashkull e femra se fiton kur si ke me kenë të barabartë. Kështu që me allon mesazhin që jeni të barabartë, duhet me fitu i femën.